siç e thënë edhe ti, ne jemi këtu në qendrën për durimin e gjakut, ku do të flasim se si ka qenë ky vit dhe cilat janë planet për vitin që do të vjen. Jam ushtruesin e detyrës drejtoreshës së qendrës kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut, Bahrije Halili Gjotaj. Drejtoresh, mirëmëngjesi, faleminderit për pritjen. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në TK. Jeni të mirë se ardhur gjithherë në qendrën kombëtare për durimin e gjakut në Prishtinë. Këto jemi me dhurues të gjakut që në mëngjes. Po shumë jemi në mëngjes dhe vetë se i kemi dhurues të parë të gjakut. Si ka qenë gjithë ky vit, nëse mund të them kështu, për qendrën e dhurimit të gjakut? Sa i përket dhurimit të gjakut, ne kemi ato plan programet javore, vjetore të dhurimit të gjakut. Mirë po në këto, në sallë ku jemi të dhurimit, këto ipet çdo ditë gjatë. Fillohet prej orës 8 të mëngjesit dhurimi dhe përfundon deri ora 16-17 në mazrite, varet prej kërkesave. Dhurimi tanë vitin ka qenë në nivel të duhur, të them ashtu i kënaqëm, sepse çdo vit ne shkojmë me atë apelin dhuroni gjak shpëtoni jetë dhe popullata joni është përgjigjur mjaftueshëm, me thonë i mjafton kërkesave të qendrave të tjera për operacion, do të thonë për nevojat të qendrave të intervenimet kubanëve për kërkesat të gjakut. Këtu në qendër ofron edhe qytetarët apo vetëm grupet të kompanive të ndryshme, në këtë rast kemi nga Forca e Sigurisë së Kosovës, si ndodh, caktohet termini për marrjen e dhuru gjak apo si është kjo pjesë? Për dhurim të gjakut këtu orientohen në Prishtinë çdo person i moshës madhore, do të thotë pa ftesë, po me dëshirë. Po ka edhe raste kur i ftojnë familjarë, këtë moment i kena edhe ushtarët cilët kanë ardhur me dhuru gjak për dikon të familjes, se zakonisht në përgjigje, do të thonë në ftesën për dhurim të gjakut vinë të gjithë persona, pa dallim. Mbaret a ka rastin familjar, apo ka dëshirën veç për dhurim vullnetar, përgjigje këto. Por nëse në rast se kemi nevojë që bëjmë ndonjë apel, që bëjmë në për aksione, edhe aty përgjigjet pa emën. Do thotë nuk e dim për kanë dhurojnë gjak. Kjo është dhurimi që na dhe kem qëllimin me arrit, dhuro gjak shpëtoj jetë. E the që ju bëni thirrjen gjatë gjithë vitit dhe tregonin për rëndësinë e dhurimit të gjakut. Ka pas raste, momente kur ka pas mungesë të gjakut? Po, pyetje shumë e qelluar. Kena momente kur nuk kem grupe të gjakut, sepse në transfuzionin e gjakut në gjithë botën janë të njohura 4 grupe të gjakut. Do thot, por RH faktori është vetëm 2, pozitiv dhe negativ. Të gjitha grupet e gjakut, të cilat janë me RH negativ, zakonisht janë në mungesë. Kur ato e kem në mungesë, edhe zakonisht më e munguar është AB negativi, atëherë ja japëm të drejtën vetët, të cilën na mundsohet edhe me rregullore, me ligj, në gjithë botën kërkohen ndonjë për ta mbuluar atë. Por them të drejtën, prej se jam në këtë pozitë, po edhe prej se jam në transfuzionin e gjakut, prej natës nuk la ka ardhur puna asnjëherë me met 0. Nuk ka pas rast që nuk kemi mundur me mbulu me gjak. Përveç qendrës, organizon aksione të ndryshme, në përsheshe, në për qytetet të ndryshme, si po shkoni gjithë këto aksione, organizimi i tyre dhe po arrihet tamam ajo që po e planifikoni dhe cili është qëllimi i kësaj? Po na krahasuar me vitet paraprake, çdo herë kur i bëjmë planet vjetore, çdo herë planifikojmë plus minus 10%, 30% në rritjen e numrit të dhurimeve, por ato i përshtatemi me kërkesat cilat vinë nga pacientët cilët kanë nevojë për gjak. Sa i përket dhurimit të gjakut, përpas qendrës kombëtare transfuzionit të gjakut këtu në Prishtinë, që është non-stop në punë, punohet 24 orë, vetëm dhurimi e shpjegova që më irët vetëm dita, kemi edhe qendra të tjera në Kosovë, në çdo qytet 7 qendra. Kem Gjilanin, Mitrovicën, Vushtrrinë, Gjakovën, Pejën, Prizrenin, do të thonë gjithë janë funksionale, të gjitha punojnë. Në raste të tjera, do të thonë, kemi edhe planin ditor, që për shembull sot i kem 2 terrene. Zakonisht mundohemi me lanë me një terren në ditë, sepse kem pak mungesë të punëtorëve, të stafit, po edhe është mbi ngarkesë krejt varet sa planifikojnë të dhurojnë gjak. Do të thotë duhet me pas parasysh sa dhurues japin terren, planifikimin ndonjëherë mund të mos jetë ashtu si që e kemi planifikuar, edhe ekipa cilën e shohim varet krejt prej para lajmërimit sa kanë me dhuru gjak. Do të thotë kudo që na ftojnë neve na jena, aty marrëm gjak. Edhe këtë duhet ta kenë qartë gjithë popullata jonë e Kosovës, sepse dhurimet e gjakut në nivel të Kosovës nuk ka drejt i bëj askush tjetër përpos qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut. Drejtoresh, përmendet që vinë nga grup mosha të ndryshme, për shikues ndoshta për ata të cilët nuk kanë dhuru asnjëherë gjak dhe nuk e kanë përvojën, po besoj që ata të cilët kanë dhuru vetë kanë marrë njoftimin dhe rëndësinë e dhurimit të gjakut, cilat grup mosha munden me dhuru gjak edhe
Sa është cilat janë ato kriteret që një person mund do të me dhuru gjakun? Një pyetje shumë e gjatë, por një pyetje e qelluar. Mosha e dhurimit të gjakut do të thotë për personat që vinë për herë të parë në transfuzionin e gjakut apo në aksionet ku janë ekipet tona mobile, nëse afrohen për të dhuru gjak, së pari mjafton dëshira të afrosh. Kushti i parë elementar është të jetë i moshës madhore, do të thotë është mosha 18 deri 65 vjet. Po e kemi aty një specifik, në cila është e vlefshme për gjitha qendrat kombëtare, në për gjithë vendet e zhvilluara, do të thonë në bazomin e procedura standarde operative botnore, është edhe 9-18 me pajtimin e mjekut ose prindit personit përgjegjës, po ato kuptohen për nevoja të specifikuara, inshallah, s'na vjen ashtu. A duhet të bëjnë ndonjë analizë para prake personi që dëshiron të filloj me... Paraprakisht është këtu në hymje, po edhe në teren, ne kemi mjekun specialist transfuziolog, po gut na pak për me nxënë me i spjegu pak. Jo, kemi kohë, po besoj që mjafton. Okej. Dhurusi lajmërohet në pranin, përcaktohet grupa e gjakut në geshtë si pikë orientuese për arsye se njësia e gjakut që mirret etiketohet, e cila hyn pastaj në sistemin e testimit, prodhimit e procedurës që merr çaq shumë kohë derisa të përgatitet për me shku te pacienti, domethënë i caktohet grupa e gjakut, pastaj dhurusi, se dhurusi është person i shëndosh. Këtë i thomë edhe mjekëve në specializim që i kam ju lutem vetëm këto ta keni fjalë. Dhurusi nuk është pacient. Dhurusi është personi i shëndosh që dhuron diçka për jetën e tij, domethënë është transplant e indit të lagët. Kalon te mjeku në pranim. Mjeku në pranim e ka edhe atë pyetësorin i cili është në disa gjuhë, varet prej dhurusi që vjen, i plotson kriteret, domethënë aty ka pyetje të cilat mund t'i kaloj. Këto pyetje që mund t'i kaloj ose nëse një refuzim e ka, nuk e kalon. Domethënë duhet t'i plotësoj procedura, është i shëndosh, thash, tjetë i gjatë, pesha, gjatësia, aty ka dhe është i vaksinuar, s'është i vaksinuar. Domethënë ka grupe cilat mund t'i kalon, po janë edhe disa që s'mund t'i kalon dhurusi dhe mund të refuzohet. Po ai mund të refuzohet edhe përkohësisht, po mund të refuzohet edhe një kohë më gjatë, po edhe për gjithmonë. Sa herë mundet një person me dhuru gjak? Janë kriteret ose brenda vitit sa herë mundem? Po, janë rregulla, ligje standarde botërore që dhuruesit e gjakut në gjithë botën mund të dhurojnë 3 herë në vit mashkujt, domethënë femrat 4 herë në vit mashkujt, se domethënë çdo 3 muaj. Arsyeja pse mashkujt mund të dhurojnë një herë më shumë është për shkak s'ka arsye tjetër veç për shkak të ciklit që vajzat e kanë, mosha edhe kjo. Domethënë mund të dhurojnë vetë kushti i parë primar është të jenë të shëndosh. Duhet pastaj çdo vit të jenë dhurues? Jo, se po janë këto disa mitet, them thojza të krijuara nga dhuruesit e gjakut, nga popullata që thonë po sa t'jep gjak mësot organizmi. Nuk është e vërtetë, sepse ajo është një ndërdije që e krijon dhuruesi, sepse nuk mësot organizmi, vetëm dhuruesi e gjakut, shumica janë ato dhurues, domethënë na punojmë me grupe të caktuara, bëjmë edhe punime. Kemi edhe punime të tjerë që nuk mësohet organizmi, por dikush e ka ndërdije që thotë jo, po ma kërkon organizmi. Nëse është ajo, ne kemi mjekun që e kontrollon, domethënë kemi edhe ato raste kur ja u kërka, për shembull te disa smundje, polistemia rubra, te hipertensionet e larta ku dhuruesi refuzohet, edhe te ato mendon se ja kërkon organizmi, se realisht krijohet një qarkullim pak më i shpejt në organizmin, po nuk du me ju marrë kohë për shpjegim profesional, edhe ato mund të refuzohet, sepse mund të mendoj ai që i ndihmon diçka dhurimi dhe vjen me dhënë gjak, momentalisht lirohet, po ai realisht ai gjaku i tij nuk hyn në përdorim të na. Këto janë arsyet për cilat ndonjëherë refuzohet dhuruesi. Pra gjithmonë është në konsult me mjekt profesionist, sa herë duhet të dhurojmë, kur duhet të dhurojmë. Po fatmirësisht në qendra kombëtare transfuzionit të gjakut tani më ka standarde botnore. Edhe pse çdo herë ka kohë për përmirësim, ka kërkesa për përmirësim, po dhuruesi i gjakut është non-stop në kontrollin e mjekut këtu dhe çdo herë këshillohet, po dhe pas dhurimit është një benefite që janë të dhuruesi i gjakut, të cilat nuk i ka askund tjetër në Kosovë, po këtu mund t'i merr. Për shembull, ajo kontrolla që i bëhet që thash komplet, jo nuk është rutinore e transfuziologut, është një, tjetra është i bëhet analiza grupës së gjakut dhe RH faktorit, i bëhet screeningu i grupës së gjakut, domethënë krejt këto që po i shpjegoj i punon pjesës së gjakut, cilën njësisë së gjakut që jep dhuruesi dhe imran. Pjesa tjetër që është benefit specifik dhe shumë i rëndësishëm për jetën e dhuruesit dhe për neve njerëzit që duhet bëjmë analiza nikosisht, janë se i bëhen smundjet gjithse transmisive të cilat transmetohen vetëm me gjak, edhe ato testohen, domethënë testohen me aparaturë moderne në transfuzionin e gjakut edhe benefite tjera. Ndër të tjera,
e fundit dhe pak, si thojnë torta qërshia mbi tort, është se dhuruesi i gjakut i ka 2 ditë të lira nga puna si për ato që të jep gjan. Por sa dhe jep, kur i lidh ato 2 ditë, mbaret krejt prej organizatës apo vendi ku përta. Drejtoresh, me qenë se jemi drejt fundit të këtij viti dhe shumë shpejt po fillon viti 2026, cilat do të jenë ato projekte, ndoshta kyçe të cilat e keni planifikuar për vitin 2026? Planifikimet tona për vitin 2026... Të vazhdojnë prapë me aksione do të jenë? Po, do thotë se unë si drejtor tash mendova planifikime tjera madhore. Ndër pika kyçe e transfuzionit është vetëm të sigurohet gjaku për dhuruesin. Domethënë çdo herë kem pik pune, synimi, ngritjen e numrit të dhuruesve, po aty edhe cilësinë e dhurimit. Pse them cilësinë? Sepse dëshirojmë të bëjmë gjithë dhurimet vullnetare. Pse vullnetare? Gjithëherë është kjo pyetje zinxhirore, sepse dhurimi i gjakut kur je ti në disponimin më të mirë, domethënë duhesh të dhurosh atëherë gjak. Tani janë arsye tjera pse bash kur je ti në disponimin më të mirë, se cakton ditën, nuk je në presion se i ke dikon familjar të smut, nuk je të e prit gjakun për dikon tjetër, por domethënë gjaku le ta pret të smutin, se nuk pritet asnjëherë me prit pacienti gjakun, atëherë na kish ndodh më e keqja. Drejtoresh, faleminderit shumë për kohën dhe uroj që t'ju shkojë mbar edhe viti tjetër që do të vijë. Faleminderit edhe për juve, urime edhe për juve, jeni ndër shtysit edhe motivues shumë për neve që na vizitoni kështu dhe na ndihmoni në marketingun, në përdorimin e gjakut. Edhe në shërbim publiku si ju. Faleminderit shumë. Agronom pra kjo ishte gjitha këtu nga qendra për transfuzionin e gjakut, ishim me drejtoreshën Baharie Halili Xhocaj, kjo ishte gjitha, kaloj linjën për ju në studio. Po, Gane, faleminderit shumë për këto informacione, për intervistën që e solle.